I dënuari me burg për jetë Azem Peca vetvaret në ambientet e burgut të Zaharis në Krujë. Familjarët që morën lajmin në orët e vona të mbrëmjes së dieshme akuzojnë gardianët e burgut se kanë ushtruar dhunë fizike ndaj të afërmit të tyre, që vetëm gjatë 5 muajve të fundit kishte degraduar nga gjendja shëndetësore. Sipas vëllait Hakiut dhe dajës së tij, Azem Peca ka pasur një komunikim me nënën rreth orës 11 të paraditës së dieshme dhe më pas është vetvarur, por ata shtojnë se nuk ka pasur probleme mendore. Për 5 muaj të fundit ki është torturuar në mënyra njerëzore. Nga torturimet fizike ki ka vot në këtë gjendje. Atë ditë që kemi vot na kemi takuar ditën e para dish, ka polici të e marrë për kraj, dhe ato marrë kështu dhe vetëm ka shënësyt sa na ka pa dhe nuk ishte në gjendje me bastin veprim. Kemi shkruar te drejtoria e burgjeve, kemi takuar këshilltarin e drejtorit, e ne kemi thënë atë kështu gjendjen, kemi hazor komplet se është në gjendje tortur njerëzore dhe nuk është marrë asnjë mas. Dhe kam detyruar zotnin që të varë veten e shumë për gjendje. Dhe ka fol me nonën, nonën 11. Ka pas një dopsi gona shënësore. Nga menja ka qenë ma telson si po flasë shi. Ai këto 3 muajt e fundit sa herë që kam fol me ta, më ka thonë duhet takim urgjencisht me avokatin e popullit. Duhet takim me Ministrinë e Drejtësisë. Pas me boshën pa drejta. Megjithëse ata kërkojnë të zbardhen shkaqet e kësaj ngjarje, drejtues nga burgu i Krujës deklarojnë se më herët ky i dënuar ka qenë në burgun e Fushë Krujës dhe pas përkeqësimit të shëndetit është dërguar në burgun e Krujës për trajtim. Ata deklarojnë se vetvarja ka ardhur nga anomalitë e shfaqura kohët e fundit me shëndetin mendor.